Përsa i përket listës për deputet që ju thoni, e kemi parë që ka pasur një proces të Partia Demokratike me të metat e veta, ky procesi primareve, diku është zbatuar, dikush nuk është zbatuar, nuk ka rëndësi, por ka pas një proces transparent. Ndërkohë, kemi një parti të kalqifikuar si Partia Socialiste, e cila ka qenë vitin 2009 që nuk organizon zgjedhje për kryetar partie, e jo më të zgjedh njerëz për kandidat për deputet. Ju e keni parë shumë mirë, ju referojmë listës Durrësit, e cila ka rënë nga Partia Socialiste tek qeverisja aktuale, sepse kemi parë një zinxhir deputetësh që nuk janë më deputet, disa janë burg, disa tjerë janë punë të veta, etj. E parë në këtë këndvështrim unë gjykoj që në Partinë Socialiste kandidatët për deputet i ka vendosur krimi organizuar. Ajo e dikton gjithmonë, sidomos në qarkun e Durrësit. Sepse qarku Durrësit, ju e dini, ka dhe një task force tani nga SPAK-u dhe nga prokuroria që do monitoroj pikërisht çështjen e zgjedhjeve. Unë gjykoj që këtë çështjen e zgjedhjeve nuk kanë pasur seriozisht, sepse po ta kishin seriozisht do të jepnin një përgjigje dosjeve 339 dhe 184 që janë drejt për drejt krimi zgjedhor, por fakti që këta nuk kanë pas seriozitet, nuk e di se çfarë do bëjnë këto zgjedhje.